Pjesa kryesore e emisionit mbetet të fokusuar te zgjedhjet lokale, te gara për kryetar komunash, te gara për kandidatët për kuvendet komunale, jo në Kosovë kësaj radhe, sepse kemi folur, por dhe do të vazhdojmë të flasim, sepse kemi balotazh apo jo, dhe duhet ta trajtojmë gjithsesi. Por në këtë radhë flasim për masonerinë e Veriut, për fqinjin ton jugor, atje ku gjatë ditës së djeshme ka pasur zgjedhje lokale dhe ku, sikur është raportuar nga mediat e atjeshme, VMRO DPMNE-ja ka fituar 34 komuna, koalicioni Vlen dhe AKI kanë marrë nga 5 komuna, Shkupi dhe 32 komuna të tjera shkojnë në balotazh. Për të ditur më tepër se si janë punët me zgjedhjet, a ka qenë procesi i rregullt dhe i qetë dhe shumë çka më tepër drejt për drejt me kolegen time nga televizioni 1 i Maqedonisë së Veriut, është Gjumadia Ibrahimi. Unë gjatë jeta kolege. Përshëndetje. Shkupi zakonisht është më ngrohtë se Prishtina, kur ka zgjedhje. Me sa fillin ndoshta edhe nga pamja ime, kështu që e kam diellin përballë dhe koha është shumë e mirë për ndryshe. Shumë bukur, ne të dielave kemi qejf shpesh të vim në Shkup për fundjava në përgjithësi. Nuk dia ka pasur vizitor nga Kosova. Absolutisht. Ka pasur këtë diel vizitor nga Kosova në Shkup? Të them të drejtën, jo që kam dalur nga hapësirat e televizionit për shkak se kam qenë shumë angazhuar brenda duke vëzhguar zgjedhjet, kështu që nuk kam arritur që ta shoh, por si zakonisht gjatë fundjavës, gjatë ditës së shtunë, por veçanërisht edhe ditën e diel ka një fluks të madh të qytetarëve të Kosovës, të cilët vinë ndoshta ose për të shëtitur, por në të shumtën e rasteve ndoshta edhe për të bërë shopping në Shkup. Gjithsesi ju keni pasur angazhime, keni qëndruar vonë, keni dalë në punë herët, keni qenë lëvizje gjithë kohës, sikurse bëjmë edhe ne këtu në ditën e zgjedhjeve. Po si shkoi? Rutina e zgjedhjeve. Absolutisht. Si ishte procesi zgjedhor? Po, në përgjithësi këtu në Maqedoninë e Veriut dihet tradicionalisht zgjedhjet mbahen në mënyrë të qetë dhe demokratike, ashtu siç edhe vite të tjera, edhe gjatë ditës së djeshme, pra kemi pasur një proces të qetë, i cili gjithçka ka shkuar ashtu në pas të procedurave dhe ka shkuar gjithçka në rregull, edhe pse janë vërejtur disa pengesa ndoshta të natyrës teknike, ku në disa vendvotime ka pasur vonesa. Në disa vendvotime është ndërprerë edhe procesi i zgjedhjeve, ndoshta nuk ka zgjatur më shumë se gjysore për shkak të problemeve që kanë hasur në votim, në fingerprint ka pasur vonesa e kështu me radhë, por problemet të cilat janë tejkaluar, asesi nuk ka pasur pengesa dhe incidente të natyrave më të mëdha, ndoshta siç jemi ndëgjuar që të shohim ndoshta edhe në vendin fqinje në Shqipëri që ndoshta është më shumë tradit se si shkon ky proces. Këtu gjithçka është zhvilluar sipas parimeve zgjedhore. A ka pasur ndonjë gjë më të madhe për ta prishur festën zgjedhore, festën e sovranit që përcakton drejtuesit e vet komunal? Jo, nuk ka pasur për shkak se nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë identifikuar disa raste kur thonë që ka pasur tentativa për blerje votash ose ka pasur ndonjë ndërhyrje të tillë të këtij lloji, mirëpo nuk ka pasur diçka më të madhe. Ministria e Punëve të Brendshme ka marrur masa më njëherë për momentin dhe janë evidentuar këto gjëra, kështu që gjithçka për këto raste po merren institucionet kompetente, por përsëris edhe një herë gjithçka ka shkuar sipas rendit, zgjedhjet janë zhvilluar në mënyrë të qetë dhe shumë demokratike. Patjetër, shikuesit e televizionit 21 të Maqedonisë së Veriut kanë pasur mundësi të ndjekin gjatë gjithë kohës procesin zgjedhor, por edhe në Kosovë gjithsesi Radio Televizioni 21 ka mbuluar këtë proces zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Tani te ne këtu, ne që raportojmë live, dim që menjëherë pasi dalin rezultatet e para nga qendrat e votimit, partitë politike organizojnë festa për të kumtuar lajmin e fitores. Ndodh njëjtë në Maqedoni?
Po, edhe këtu të ne, do me thënë, partit politike jo që kanë pritur rezultatët zgjedhore të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për shkak se këtu të ne është traditë që pas orës 21 Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve që të del me rezultate zyrtare në fakt, për shkak se numërimi fillon që nga mbyllja e kutive të votimit dhe fillojnë të dalin edhe rezultatet e para, por për shkak se përqindja është shumë e ulët dhe nuk dihet ende asgjë zyrtare, kështu që partit politike nuk i presin rezultatet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mirë po më njëherë në bazë të rezultateve që u vinë në shtabe dhe dalin për të festuar, kemi parë edhe mbrëm, por kjo traditë ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2021, në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që ndodhën në vitin 2024, kështu që e njëjta traditë vazhdoi edhe mbrëm, me sa mbaruan dhe mbyllën kutitë e votimit, më njëherë dolën në konferenca për media, partit politike të gjithë së bashku duke shpallur fitore, qoftë ata humbës, qoftë ata të cilët i fituan këto zgjedhje, por dolën edhe në për sheshe të Shkupit, në sheshe të Tetovës dhe në gjithë andej në për komuna për të festuar fitoren, ende pa u bërë ora 12 nga ku edhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve arriti që të numërojnë mbi 99% të votave. Pra kjo traditë vazhdon dhe është e njëjta, besoj që si në të gjitha vendet e rajonit, po flasë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut. Po, sigurisht ka më tepër kandidat që shpallin fitoren sa që ka komuna në përgjithësi, por përtej kësaj, çfarë ndodh më tutje? Ka balotazh, është caktuar 2 nëntori data. Çfarë ndodh nga sot deri atëherë? Si shkon procesi? Po, vlen të theksohet fakti që pas në numërimit të 99.95% pra të votave, pra është një përmbledhje e gjithë votave gjithandej këtu në Maqedoninë e Veriut. Rezultati dihet tani më është i qartë se kush ka fituar në raundin e parë të zgjedhjeve dhe kush do të shkojë në balotazhin e 2 nëntorit. Pra fitues bindshëm i këtyre zgjedhjeve mund të shpallet lirisht partia e cila është në pushtet dhe udhëheq qeverin, partia maqedonase VMRO DPMN, e cila ka fituar 53 komuna, mirë po që në raundin parë është fituese në 32 komuna, ndërkaq në komunat të tjera do të shkojnë në balotazh më 2 nëntor. Partia e dytë, e cila është fituese e këtyre zgjedhjeve është Koalicioni Shqiptar Vlen, i cili ka fituar 9 komuna, mirë po në raundin e parë që në ditën e djeshme ka fituar vetëm 6 komuna. Ndërkaq Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim ka fituar 5 komuna dhe në komunat të tjera do të shkojnë në balotazh. Gjithashtu vlen të theksohet fakti që në Gostivar, ku ka fituar edhe Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim e kryesuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për 20 vota nuk është arritur censusi, kështu që do të rivotohet edhe një herë. E kemi edhe në 3 komuna të tjera ku nuk arritur censusi, është një komunë shqiptare në Vrapçisht dhe në 2 komuna të tjera në komunën e Mavrovës dhe Rostush. Pra në këto komuna nuk është arritur censusi, i arritur, do me thënë, qytetarët të cilët është dashur që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Pra kjo është sipërfaqja e këtyre. Në komunën e Tetovës, në komunën e Dibrës, në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Strugës dhe në disa komuna të tjera, komuna më të mëdha, pra do të shkohet në balotazh në raundin e dytë. Vlen të përmendet edhe fakti që në komunën e Kërçovës duhet Alon, dëgjohemi? Të dëgjojmë, por nuk të shohim. Ja do të rregullojmë edhe këtë gjë, edhe do të shohim edhe do të dëgjojmë. Okej, përderisa Arjani po përpiqet ta rregullojë çështjen me e lidhjes direkte me kolegën tonë nga televizioni 21 në Maqedoninë e Veriut, Xhumadia Ibrahimi. Po, gati dhe në rregull jemi. Besoj po më dëgjon, edhe ne po të shohim, edhe mund vazhdosh atë ku e le. Po natyrisht është drejt për drejt. Gjëra kur jemi në lidhje të drejt për drejt. Absolutisht. Kërkoj ndjes. Pra, desha të ndërhyjë te komuna e Kërçovës për shkak që më herët kjo komunë është drejtuar nga një parti shqiptare, por për fat të keq këtë raund, do me thënë në balotazh do të shkohet me VMRO DPMN, e cila ka fituar bindshëm në këto zgjedhje në komunën e Kërçovës, por në raundin e dytë do të shkohet me një parti shqiptare, pra me kryetarin aktual Fatmir Dari. Do të shohim që në raundin e dytë nëse partitë të tjera shqiptare që kanë qenë nga koalicioni Vlen dhe kemi
pasur një kandidat të pavarur, ato të përkrahin në kandidatin aktual dhe njëherë që rikandidohet për disa herë në këtë komunë, të shohim ato e fitojmë komunën e Korçovës që sërish të udhëheqet nga shqiptar, apo kjo komunë të drejtohet nga Partia Maqedone në pushtet. Unë të falenderoj shumë për kohën që na dhurove që të kuptojmë më tepër nga procesi zgjedhor i ditës djeshme në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.